Strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës finalizuan fazën e 4 të operacionit policor të koduar në onët 4 në kuadër të goditjes së veprimtarisë kriminale të kultivimit të narkotikëve në ambiente të mbyllura me anë të dhampave. Me këtë fazë shkon në 7 numri ambienteve të zbuluara dhe të goditura gjatë operacionit. Gjatë ndërhyrjes policore të forcave shqiponja u arrestuan në flagrancë 22 vjeçari Gjovalin Binaku, banues në lagj të Vaut të Dejes, i cili kishte marrë me qira një banesë në Velipoj dhe kishte përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike. Ashtu ndalua shtetasi Robert Vata, 25 vjeç, banues në Shkodër, ndërsa nisi procedimi penal për një 50 vjeçar dhe një 59 vjeçar, të dy banues në Velipoj, punonjës të OSHE, të dyshuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim. Nga kontrollet në banesën e përshtatur për veprimtarinë kriminale, policia sekuestroi 308 bimë të dyshuara kanabis, 85 gram lënë narkotike të tharë, 122 pajisje elektrike për kultivim si dhe 4 aparate celular. Ndërkohë nga kontrolli i banesës së shtetasit 25 vjeçar Vata u gjetën dhe sekuestruan 3 dhampa dhe një përforcues grushti. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim nga shërbimet e Komisariatit të Policisë së Shkodrës me seksionin për hetimin e narkotikëve, forcën operacionale dhe njësinë Shqiponia. Policia njofton se puna vijon për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.